sërish drejt për së drejti në live në mëngjes në Vizion Plus, ku do të ndalemi tashmë në temën e radhës dhe do të fokusohemi tek turizmi, i cili është një nga sektorët për të vërtetën i cili ka përparuar dhe ka bërë hapa shumë të shpejtë në rritjen e numrave të tij. Fal një punë në fakti që është bërë në infrastrukturë, por edhe në ngritjen e imazhit të Shqipërisë nëpërmjet projekteve të ndryshme, nëpërmjet koncerteve, festivaleve, gjërave të cilat na bëjnë, le të themi, më të njohur në gjithë botën dhe në promovimin që duhet të ketë Shqipëria për të pasur sa më shumë turistë. Në fakt këtë e ka treguar me shifra vit pas viti. Sot është data 1 qershor, sigurisht jemi zyrtarisht në sezonin veror, do të kemi mundësi të diskutojmë dhe të ndalemi pikërisht se çfarë do të na ofrojë ky sezon. Kemi kënaqësinë të kemi sot në studio drejtuesin e Agjencisë Kombëtare të Turizmit, zonjën Zana Çela. Mirëmëngjes, mirë se erdhë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Vjen mirë që e bëjmë këtë bisedë pikërisht në 1 qershor, që edhe çelet, le të themi, edhe më shumë ky sezoni turistik dhe ardhjet e qytetarëve të huaj kryesisht. Ne kemi lënë pas një fundjavë që tregoi që kishte shumë turist, paktën nga hyrjet e deri tanishme. Cilat janë pritshmëritë që keni për 2026? Pritshmëritë janë ato që kanë filluar në fakt që në muajin shkurt. Dua të them se sezoni ka filluar shumë herët, vërtet. Mund të themi që në muajin shkurt ka pas flukse turistike dhe nga muaj në muaj krahasuar me të njëjtin periudhë të një viti më përpara kemi patur një rritje të paktën 9 deri në 7% më shumë prurje vizitorë se sa vitin e kaluar. Sigurisht tani sezoni intensifikohet, pra flukset e rrisin ritmin dhe pritet që përsëri Shqipëria të arrijë të themi ti akomodojë në mënyrë cilësore një cilësi shërbimi e qëndrueshme, ashtu siç është vërejtur edhe në 2 vitet e fundit. Pra, të themi sfida është tek cilësia e shërbimit dhe në qoftë se cilësia e shërbimit do jetë një cilësi e cila qëndrueshmërinë e ka, të themi, atë bazën kryesore, sigurisht që edhe flukse turistike, ne nuk duam tashmë rritje të numrit të turistëve, por duam pikrisht rritjen e net qëndrimeve të tyre, duam një turist i cili shpenzon më shumë, pra një turist cilësor, edhe shpërndarjen e gjithë sezonit. Dhe shpërndarjen absolutisht gjatë gjithë muajve të vitit, por edhe gjatë gjithë, domethënë, shpërndarjen në gjithë territorin e Shqipërisë, jo vetëm në zonat bregdetare, por dhe në pjesën tjetër të Shqipërisë, e cila tashmë po zhvillon infrastrukturën e vet dhe infrastrukturën pritse të gjithë strukturave të mikpritjes, pra jo vetëm hotele, resorte, restorante, agroturizma, bujtina, dhe vetëm kështu do të sigurojmë edhe atë që e thash qëndrueshmërinë e cilësisë së turizmit. Pikërisht kjo do doja ndalesha, si mund të arrihet, le të themi, thithja e turistëve cilësor, ata që rrinë më gjatë, që shpenzojnë më shumë, sepse deri tani është folur për një turist i cili, po e them, siç edhe thuhet rëndom, shkon me bukë me vete në plazh dhe nuk shpenzon, pra vinë, vizitojnë, por nuk sjellin të ardhura në buxhetin e shtetit. Ka një, le të themi, plan të mirëfillt për të sjellë turist më të mirë? I përgjigjem direkt, të ardhura kanë sjell turistës, sepse vetëm brenda, të themi, 5 viteve të fundit, rritja e të ardhura nga turizmi është një rritje e dukshme, është shumë e dukshme dhe në shifra, por sigurisht turisti cilësor do vi në qoftë se dhe infrastruktura mikpritse, por edhe infrastruktura në përgjithësi rrugore e të tjerë do të rrisë cilësinë e saj. Vetëm në këtë mënyrë ne do kemi mundësi që të realizojmë atë objektivin afatgjat, është një objektiv vërtet afatgjat, i një turisti cilësor elitar. Turisti elitar është ai turist i cili do ta ndronte Shqipëria. Ai që shpenzon më shumë, ai që qëndron më shumë net. Dhe që neve ta sigurojmë këtë turist elitar veç rritjes së cilësisë në strukturat akomoduese dhe të mikpritjes në përgjithësi, duhet patjetër që të rrisim edhe jetën kulturore me evente siç ka nisur. Në fakt, Shqipëria tashmë ka mira evente për gjatë vetëm një viti, gjatë këtyre 3 viteve të fundit, në aplikacionin e kalendarit eventeve. Këtu do të ndalesim pak, zonja Çela, tek TEA, pra është shkruar para pak vitesh, Tourism Events of Albania, dhe jep një pasqyrim gjithë turistëve që hyjnë në këtë aplikacion për të kuptuar se si janë shpërndarë eventet në gjithë Shqipërinë për të pasur një kalendar të mirëfillt. Si ka shkuar mbarvajtja, këtë çfarë mund të themi për shifra? Po, në fakt
TEAN, aplikacioni TEAN nisi si kalendari i eventeve të Shqipërisë turistike, pra fillimisht nisi si një guid që do të guidonte të gjithë turistët e huaj, por dhe ne vendasit, të dinim se ku janë eventet në Shqipëri. Në mënyrë që ne të planifikojmë jo vetëm pjesën e pushimit në det apo në mal, po dhe pjesën tjetër ku janë atraksionet të trashëgimisë kulturore, ku janë eventet plus destinacionet natyrore. Nisi si e tillë, po në fakt tashmë TEA është kthyer në guidën digjitale të Shqipërisë turistike, sepse përveç eventeve, aty të gjithë neve dhe turisti huaj po dhe ne mund të gjejmë ku janë shërbimet, pra ku janë hotelet, restorantet, resortet, agroturizmat, madje dhe spitalet, ATM dhe të gjithë të themi atë sferën e shërbimeve është zgjeruar çdo gjë tashmë, të gjithë turistët e gjen tek TEA, ku janë plazhet publike, plazhet private dhe çdo gjë tjetër. Por para 4 ditësh ne anoncuam edhe zhvillimin më të ri TEA 4.0 dhe pikërisht në TEA 4.0 tani pjesën kryesore të informacionit të saj e gjeneron nëpërmjet inteligjencës artificiale, që do të thotë TEA tashmë ka një chatbot i cili i përgjigjet çdo turisti për të planifikuar udhëtimin e tij. Mjafton që në TEA ne të fusim se kush janë vendet që duam të vizitojmë dhe dëshirat tona, çfarë dëshirojmë, dhe TEA të gjeneron nëpërmjet inteligjencës artificiale një plan tripin e udhëtimit tënd. Gjithashtu, çfarë linje do marrësh, sa do zgjasësh, ku do ndalosh, eventet, pikat e atraksionet e trashëgimisë kulturore, sigurisht destinacionet natyrore po ku janë plazhe, çdo gjë që ndërtimi itinerari, po. Një itinerar, po është një trip e planner. Gjithashtu tek TEA tashmë mund të gjejmë dhe guidën në audio dhe të gjithë atraksioneve të trashëgimisë kulturore, theksoj këtë trashëgimi kulturore sepse është farmi i gjithë tërheqjes të turistëve që vinë në Shqipërinë tonë dhe mund të gjeni guidën me audio të muzeve dhe të gjithë atraksioneve të tjera, kala e tjerë. Gjithashtu në TEA 4.0 është gjithashtu ju mund të gjeni edhe një tjetër shërbim të shtuar, nëse për shembull ne duam të skanojmë me QR code një monument kulture apo konkretisht jemi përpara Skënderbeut në Shesh apo edhe në muzeun e tij në Kruj, figura e Skënderbeut në këtë rast fillon flet dhe tregon historinë e epokës së tij etj. Interesante. Tani ka që është një realitet i shtuar. Ka që zgjuar sa është TEA. A mban statistika? Pra, mund të kuptojmë nëpërmjet këtij aplikacioni se kush është siti arkeologjik më i vizituar, eventi më i klikuar, më i vizituar, pra çfarë mund të themi në shifra? Po, faleminderit që ma bëre këtë pyetje, sepse TEA nuk është vetëm udhërofyes, por ne të gjithëve na jep edhe shumë të dhëna, data. Dhe me anë të këtyre të dhënave, që në fakt është një nga elementet kryesor që gjeneron TEA, sigurisht të gjithë ne së bashku mund të bëjmë planet tona të së ardhmes, qeveria apo struktura drejtuese mund të hartojnë strategji edhe më të sakta për të ardhmen e turizmit, po na jep data dhe pikërisht para disa ditësh, në bazë të datave që na ka dhënë TEA në 2 vitet e fundit, që ne morëm një hark kohor maj 24, maj 26, ne arritëm të shpërndajmë, të celebrojmë një mbrëmje gala TEA Award, pra të shpërndajmë çmimet TEA dhe aty konkretisht ne pam se cilat kanë qenë qytetet që kanë organizuar më shumë evente të kategorive të ndryshme, sepse tek TEA ndodhen 28 kategori eventesh të ndryshme, që do të thotë evente sportive, evente muzikore, të arteve pamore, të sporteve të aventurës, të trashëgimisë etj. Të gjitha pra në bazë të dhënave që ka TEA ne arritëm të t'i vendosim në garë të gjithë bashkë. Më të madh atë kryesor? Sigurisht, ne Tiranas, ne shpërndam çmim kryesor ishte TEA All Senses. TEA All Senses është si derivat i sloganit që ka Shqipëria turistike, Albania All Senses, në kuptimin që kush ka më shumë evente nga të gjithë kategoritë e TEA-s, sigurisht që doli kryeqyteti, por edhe në kategoritë të tjera që janë shumë interesante, siç është kategoria Art Fest, që do të thotë
kategoria që përmbledh në një multi-art brenda, pra evente që janë përbërë nga artet të ndryshme, e fitoi qyteti i Shkodrës, kategorinë e qyteti i sportit për këtë periudhën, pra 24-26, e fitoi qyteti i Vlorës, kategorinë e qyteti i teatrit e fitoi Fieri, kategorinë e qytetit që ka organizuar më shumë evente të trashëgimisë të autenticitetit e fitoi Gjirokastra e kështu me radhë. Por, gjithashtu TEA specifikoi dhe cilat kanë qenë eventet më të kërkuara vetë nga përdoruesit e TEA-s. Dhe, për shembull, në kategorinë... Kështu krijoni dhe ju një orientim të asaj se çfarë duan. Absolutisht. Në kategorinë për shembull e sportit e fitoi maratona Enkelana që organizon qyteti i Pogradecit, ai kishte tërhequr më shumë shikueshmëri dhe klikime, e kështu me radhë. Unë shpresoj që regjia juaj të ketë, ndërkohë janë në pamje që tregojnë ndarjen e çmimeve. Po kështu në këtë kohë i motivon edhe qytetet, pra që të punojnë më shumë. Absolutisht, qytetet tashmë janë në garë, janë të motivuar, por janë të motivuara edhe strukturat akomoduese të Shqipërisë, sepse në TEA lejnë gjurmë përdoruesit edhe për hotelin, resortin, agroturizmin, restorantin, më të klikuar, më të pëlqyer. Se në garë dhe bizneset. Janë dhe bizneset në garë dhe prandaj kjo mbrëmje ishte një mbrëmje që bëri bashkë sektorin publik dhe privat dhe për shembull u specifikuan se cili ka qenë hoteli më i klikuar, më i pëlqyer në Shqipëri dhe ishte Hotel Butrinti i Sarandës, apo në Tiranë ishte Hotel Rogner, e kështu me radhë u specifikuan agroturizmat, janë kategori mikpritje shumë interesante, veçanërisht për turistët e huaj, po dhe për ne. Pra TEA të themi është edhe një gujtë të dhënash për vendet më të kërkuara, sepse ne aty specifikuam edhe destinacionin natyror më të kërkuar. I cili ishte për sa i përket plazheve, për sa i përket plazheve ishte Ksamili, sigurisht, dhe trashëgimin kulturore më të klikuar, gjithashtu, që ishin disa kategori, sepse TEA kishin 36 çmime të konfiguruara sipas karakteristikave e tjera. Po përsa i përket muajt më të frekuentuar, kemi të dhëna nga TEA, pra cili është muaj që dominon, pra përveç gushtit që ndoshta e dim që është piku i turizmit, por nëse i referohemi këtyre muajve të tjerë, për të kuptuar edhe kategorinë e turistëve që vjen. Ka qenë qershori dhe korriku i 2 viteve të, domethënë 24-25. Pra nëpërmjet kësaj të arrim të kuptojmë edhe kur janë të përqendruar. Arrim të kuptojmë edhe këtë gjë. Pra TEA është, të themi, një gujtë edhe për ata që e përdorim për turistët, por edhe për gjithë ne të tjerët që duam të përdorim të dhënat e saj. Besoj që janë marrë masat që çdo bashki të ketë atë kalendarin e vet, apo jo? Si po funksionon ndoshta edhe një ndarje, një organizim? Tashmë të gjithë bashkitë kanë kalendaret e tyre dhe ky kalendar vjen në Agjencinë Kombëtare të Turizmit dhe, si më thon, prezantohet dhe promovohet nëpërmjet këtij aplikacioni, i cili në fakt ka patur shkarkime në gjithë cepat e botës, nga 127 vende. Sigurisht numri i përdoruesve rritet kohë mbas kohe dhe nëpërmjet një investimi më të madh në promovimin e kalendarit e aplikacionit TEA. Nuk quhet më kalendar, nisi si kalendar, tashmë është një gujtë 360 gradë e Shqipërisë turistike. Ne promovimin e bëjmë në Google dhe sigurisht sa më shumë neve të rrisim investimin në promovim, aq më shumë përdorues do ketë edhe aplikacioni. Një gjetje e zgjuar kjo në fakt për të komplimentuar kjo aplikacioni TEA-s. Megjithatë në këto minuta që na kanë mbetur, çfarë mund të themi për kalendarin e këtij sezoni veror? Pra, cilat do të jenë eventet kryesore? Eventet kryesore që ne do donim që të rriteshin në numër janë eventet e trashëgimisë, sepse Shqipëria pëlqet nga të huajt për autenticitetin e saj dhe sa më shumë evente që të bëjnë në një të gjithë nuancën autentike të Shqipërisë tonë, aq më të kërkuar do jenë këto evente. Sigurisht janë festivalet, festivalin ndërkombëtare dhe pikërisht Unum Festival, i cili nis pas 2-3 ditësh, mori dhe eventi më i kërkuar në kategorinë festivale dhe koncerte.
janë festivalet ndërkombëtare që tërheqin një audiencë shumë të madhe turistike, ndërkombëtare janë koncertet gjithashtu, koncertet e emrave shumë të njohur ndërkombëtar, por edhe koncertet dhe festivalet folklorike. Në datë katër presim që të kemi një DJ shumë famshëm që do të luajë. Do ketë shumë figura të famshme, por unë vazhdoj të prezantoj që pikrisht këto festivalet folklorike, eventet autentike, por edhe sportet e aventurës janë jashtëzakonisht shumë tërheqëse për turistët e huaj. Pra, e thënë kjo në përgjithësi të gjithë kategoritë e eventeve, madje dhe eventet për fëmijë janë shumë të kërkuara sepse gjatë këtyre 2 viteve të fundit ne kemi i kushtuar një fokus shumë të madh edhe atyre sepse familjarët e turistëve të huaj, po dhe ne, familjet tona, duam që dhe fëmijët tanë të kenë arktimin e tyre, të shijojnë edhe ato artet, kulturën në përgjithësi, sportet, etj. Madje me kohë që kanë ardhur, nisur dhe nga eksperienca, do ju sugjeroja nëse mundet të ndryshonin diçka sa i përket shfaqjeve si për fëmijë, por ashtu edhe atyre për të rritur, subtitrimin në gjuhën angleze, pasi janë vërtet shumë kërkuara. Po, vërtet, është shumë e vërtet kjo. Kur flasim për turistët e huaj e fundit, në fakt, ku edhe mund të fokusohemi, është edhe ushqimi, sepse duket se kulinaria është gjithmonë në kuriozitetin për ta provuar, agroturizmat kryesisht. Ka qenë në fokusin tuaj për të kushtuar vëmendje dhe për të patur një plan pak më... Po, është e vërtet, gjatë këtyre 2 viteve, në fakt, në Shqipëri tashmë ndodhen 267 struktura të agroturizmit dhe deri në 2030 plani është që të rriten në shifrën 1000. Kanë qenë të themi atraksionet më kryesore sa i përket tërheqjes së interesit për turistët e huaj, po dhe vetë ne i shijojmë shumë ato, dhe promovimi i agroturizmave ka qenë një nga detyrat kryesore të Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Dhe ka qenë, shpresoj që ju të keni edhe 2 spotet e reja që ne sapo i kemi prodhuar, dhe Shqipëria jo bregdetare është tashmë në fokusin ton në muajt e ardhshëm dhe në vitet e ardhshme. Sepse, siç e tham që në fillim, që të realizojmë një turizëm gjithvjetor dhe të shpërndarë në gjithë vendin, patjetër që ne duhet të zhvillohemi dhe jo vetëm në zonat bregdetare, por dhe në gjithë pjesët e tjera të Shqipërisë. Për shembull, Alpet apo sportet e aventurës në zonën veriore të Shqipërisë do jenë vërtet një nga, do jenë të themi burimet kryesore të atraksionit dhe të tërheqjes së vizitorëve të huaj, por dhe vetë ne vizitorëve shqiptar. Duket çdo gjë e mirë organizuar, ne shpresojmë që çdo gjë të shkojë sipas planit dhe pritshmëri të realizohen, pse jo edhe më shumë. Faleminderit shumë që ishit live. Faleminderit për ftesën. Ne kemi ardhur në fund programit, ju falenderojmë edhe juve që qëndruat me ne, ju lëm sërish takim nesër si çdo ditë në 6:45 në ekranin e Televizion Plus. Mos harroni, sonte është hënë, ka Prime, ka një eliminim mes Iliri Sarës dhe Zhakut, kështu që vazhdoni të votoni për të zgjedhur të preferuarin tuaj, ne do të shihemi sërish nesër, si gjithmonë. Mbar.